O ti që je i butë e dashamirës dhe që mëshira jote është e pafundme ndaj robërve të tu. O ti që kur dëshiron t'u japësh robërve diçka, i inspiron të luten për të. Kërkoj prej teje kërkesën më të mirë, lutjen më të mirë, shpëtimin më të mirë, punën më të mirë, shpërblimin më të mirë, jetën më të mirë dhe vdekjen më të mirë. O Zoti im, bëje rrugtimin tim drejt teje prej fillimit deri në fund më të mirë dhe të paprekur nga paknaqësia dhe vështirësia. O Allah, më mundëso përjetimin e knaqësisë së adhurimeve dhe më largo çdo hezitim për të përulur dhe angazhuar në rrugën tënde. O Zoti im, më bëj prej atyre që duan mes vete për hir të dashurisë ndaj teje dhe më mundëso që të jem më i dobishëm për njerëzit me tërë atë që më ke begatuar. O Zoti im, më fal mua dhe të gjithë ata të cilët kanë besuar para meje dhe mos lejo që në zemrën time të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve.